Përshëndetje. Do bëjmë një video që i dedikohet dashurisë ose më saktë për të gjithë juve që më keni pyetur a do të kthehet, a do kemi ribashkim. Mendoni thellësisht një person. Unë kam bërë përsëri dy grupe, grupi i parë, grupi i dytë. Mendoni një njeri dhe të shikojmë nëse do të bashkohen përsëri rrugët tuaja. A do të ketë një bashkim, një rikthim, a ka një të ardhme mes jush për ju që zgjodhët grupin e parë. Prifteresha. Nëntash shpata. Ok, si 6 e kupave duket mirë. Tani, po filloj nga këtu. Mes jush ka, kjo është prefteresha e lartë, kjo letra ka kuptimin që ju jeni një figurë shumë misterioze, ose edhe ju vetë në vetën tuaj mbani shumë sekrete në këtë kuptim, ose ai ju sheh juve si një njeri shumë të mistershëm, ose prandaj jeni dhe tërheqësi, sepse jeni ajo tipikja femra fatale, si ta themi. Ndërkohë që ose edhe ai i duket sikur diçka fshihni dhe prandaj tërhiqet prej jush sepse ka diçka për të zbuluar. Megjithatë, në momentin të cilin jeni këtu te kjo nënta e shpatave, që është një gjendje ankthi, le ta themi, është një gjendje që ju streson jashtëmase shumë, ose thjesht keni bërë një bisedë apo ka ndodhur një diçka, intuita juaj ka kuptuar që ok, po vjen kjo situatë drejt kësaj gjëje, dhe kjo ka futur në një gjendje shumë shqetësuese. Këtu jemi akoma tek ai i varur, që i thënë tek. Ju keni kriju varësi ndaj këtij personit, ose edhe ky ka krijuar varësi ndaj jush, por jeni akoma në një distancë pause, në heshtje. Këtu gjërat më e keqja çfarë kishte domethënë për të thënë është thënë. Tani jeni të dy duke pritur, jeni të dy në pritje. Edhe ai nuk ka ndërmend të bëjë një hap drejt jush, po as ju s'keni ndërmend. Këtu kam 6-ën e kupave, që është një letër që ka kuptimin nostalgji, ose si ta themi, një farë pafajësie për kohët e bukura për kohën që keni kaluar. Megjithatë, kjo letra këtu, që është edhe më e rëndësishme nga të gjitha, po them sepse kupat janë dashuri. Do të thotë që midis jush ka ndjenja, dhe do të thotë që këtu ka një rikthim, ose të dyja palët jeni duke menduar për një ribashkim. Kjo letra këtu ka edhe kuptimin e një dhurate, ose të një takimi, ose ky personi po mendon që t'ju afrohet me një propozim apo me një takim. Megjithatë, fatkeqësisht nuk është shumë afër, sepse kjo letra këtu i bën gjërat që të ecin pak ngadalë dhe me vështirësi. Çfarë unë të thoja që është shumë për të marrë parasysh dhe shumë e bukur, është kjo këtu, që është mbreti i që është mbreti i mbreti që nga kyse. Mbreti bastonave, që është një letër, ky është një njeri shumë, si ta them, i sigurt në veten e tij. Është një mashkull, do thoja, shumë pasionat, një njeri që është i sigurt në atë që ka dhe atë që jep. Më kupton? Dhe prandaj është i bazuar te siguria e vetes, që thotë edhe po të kthehem unë, kjo do ma japi mundësinë. Megjithatë, ky mendoj që është më tepër duke pritur që të bëni ju një hap. Dhe këtu ndoli përsëri asi, përsëri shpatat janë prapë gjëra, një konflikt, gjëra që kanë ndodhur dhe që janë thënë, sikur janë prerë me shpatë, le ta themi, në një farë mënyre, edhe prandaj duket sikur të dyja palët e duan këtë ribashkimin. Këtu ka një rikthim, por që unë mendoj që nuk të ndodhi sot për nesër, unë nuk mendoj që të ndodhi as këtë muaj. Ndoshta po ta bëjmë kështu
plus minus 6 muajt e ardhshme mund të ndodhi që ju të merrni një njoftim, një mesazh. Këtu ka një ribashkim pa diskutim, po është një ribashkim i cili do t'ju mundoj shumë sa të arrini. Unë do marrë dhe këto letrat e tjera që të shikoj për ata që zgjodhen grupin e parë. Shiko, mua këtu më del për disa për jush që ky mund të ketë qenë edhe thjesht një flirt, ose diçka e cila ju nuk keni qenë gati në atë moment për të filluar diçka serioze, ose keni qenë shumë i fiksuar pas çështjeve tuaja financiare, pas çështjeve të punës, dhe kjo ju ka penguar në dashuri, ose unë mendoj që ky personi momentalisht është edhe shumë i lidhur, ose ju lidh bashkë me këtë person edhe ana financiare. Do me thënë ndani diçka, ose ndani një të punë, ose ndani diçka së bashku, të cilën anën financiare ose një gjë e tillë e cila ky thotë që kjo lidhje juaj mund t'i dëmtonte edhe anën financiare, le të themi kështu. Edhe prandaj e ka me frikë që të bëj hapin e radhës apo jo. Megjithatë, këtu thotë që ti tashmë ke takuar personin që do jetë, që është i duhur i jetës tuaj, kështu që pa diskutim edhe këtu, pa diskutim që këtu ka ndjenja, sepse këtu janë dhe kupat, ka ndjenja, pa diskutim që juve të dyve ju ka marrë malli për njëri tjetrin, por nëse ndonjëri do bëj hapin e parë, nuk e di akoma, se nuk po duket që jo, do marrë këto. Për ata që zgjodhen grupin e parë. Shpresa, fati. Okej. Shiko, e di pse ndalova, e fillojmë këtu. Kjo letra është shpresa, është një letër që nuk ka nevojë për fjalë. Ju shpresa ose speranca ose një njeri që po ta shikoni, kjo është e kaluara juaj, e kaluara, sepse ju kam thënë dhe herë tjetër, nuk e di që tarot e Lenormand ndahen në 3 pjesë. Imagjinoni këtu 3 pjesë. Kjo është e kaluara, kjo është e tashmja dhe kjo është e ardhmja. Shiko, ky person e ka kokën akoma mbrapa. Ndërkohë, po të shikosh mbrapa, është një stuhi që po e merr këtë anjen me vete. Kjo është gjendja aktuale që është e qëndrueshme, domethënë ju jeni stativ aty në mendimet tua dhe ato që prisni. Dhe këtu ndërkohë është e ardhmja, që e ardhmja është shumë e pastër, deti është me i qetë, po ta shikoni rreth janë më të bardha në kuptimin. Po kjo ka mendje nga e kaluara, që të themi, shpresa juaj më e madhe ose të dyja palëve është që ai të kthehet ose të riktheheni, të ktheni kohën e humbur. Dhe në fakt kjo këtu është fati, letra, ose siç është e tarot, rrota e fatit, le ta themi. Rrota e fatit është një letër që ka kuptimin, si ta themi, ndryshim në 360 gradë, komplet ndryshe nga që jeni momentalisht. Do thotë që ndodhin gjëra të tilla, do vi diçka, do ndodhi një gjë që ju nuk do ta sforconi, po sjell eventet e natyrës apo fatit, që gjërat të ndryshojnë në mënyrë të papritur që ju nuk i kishit planifikuar. Dhe kjo do sjellë një gjë që, do me thënë, kjo letra ka kuptimin, nëse tani janë gjërat shumë keq, do ndryshohen komplet për mirë. Nëse tani janë duke shkuar mirë, do ndryshohen për keq. Unë do ta thoja edhe kështu se do t'i kthejmë përsëri, se do ta thoja edhe ndryshe, se këtu ka dalë edhe kjo letra që është i ve,
Po kjo është një letër që ka kuptimin e një njeriu të dëshpëruar ose jo si ta them, dikush kur e kupton që ka bërë një gabim. Dhe jo vetëm që është i trishtuar, po është edhe i penduar e gjeta. Është edhe i penduar për vendimet apo për zgjedhjet që ka bërë. Dhe këtu kemi shtëpinë. Shtëpia në fakt është më tepër si institucion, nuk duket. Okej, fine. Nuk është se është shtëpia si banesë, po është më tepër si institucion në kuptimin shtëpia, familja, rënjët tuaja. Unë do të thoja që ndoshta për disa nga ju bëhet fjalë për një person, prandaj jeni të lidhur financiarisht. Ndoshta mund të jetë një njeri me të cilin keni një fëmijë, ndani së bashku të ardhmen e fëmijës ose edhe parat për rritjen e fëmijës. Ndoshta ky personi do kujtohet tepër vonë. Ju keni shpresën e një rikthimi dhe mund të ndodhi me shumë mundësi që ky të rikthehet dhe të kërkojë diçka, por unë mendoj që në momentin kur ky të vi, këtu ka ndodhur diçka e re, sepse këtu kemi ndjenja romantike, një person i ri, lere ishin që ti iki, dhe këtu kemi një njeri të ri, dhe ky mbreti i pastuna mund të jetë edhe një njeri komplet i ri në jetën tuaj. Ju fillojnë diçka nga e para, do të thënë që as nuk e kishit pritur, dhe kur ndodh ky kthimi, kur kthehet ky personi përsëri për të kërkuar një mundësi tjetër, ndoshta jeni ju që nuk e doni më, ose kishit pritur diçka tjetër, ose kishit pritur një moment tjetër dhe nuk erdhi në këtë kuptim. Por jo për të gjithë është e njëjta gjë, për shumë prej jush mund të bëhet fjalë edhe për se do t'ju përshtasim pak për gjitha situatat, do të dini dhe edhe vetë se cila është situata juaj e momentit. Për shumë për jush mund të bëhet fjalë edhe për një person të cilin e keni takuar në një ambient pune, prandaj është edhe shtëpia, se puna është edhe si shtëpia, një gjë që kaloni për një periudhë të gjatë kohe. Dhe ndoshta prandaj është edhe kjo letra që financat e karriera ju bashkojnë. Dhe të dy ose ky personi më tepër se sa ju ka frikë që i prishet imazhi i punës. Ky mund të jetë dikush që ose ka një pozicion më të lartë se ju në punë, ose është i sapo ardhur në punë dhe ka frikë se i prishet imazhi i tij në punë dhe përpiqet që këtë lidhjen të kaloj si një flirt normal dhe jo si diçka më të thellë, më kupton? Sigurisht që ai është shumë i penduar që nuk e ka dhënë më shumë rëndësi kësaj situate, sepse tani ka frikë se gjërat po ndryshojnë dhe se ju nuk keni më të njëjtin interes për atë. Megjithatë, po shikoj pak këto. Megjithatë këtu ka një takim. Këtu ka diçka që lidhet me fëmijët përsëri, se hapa këto. Lidhet me fëmijët, një udhëtim që do bëni që ka lidhje me një fëmijë ose diçka që ju lidh një fëmijë ose një gjë që sapo ka filluar dhe këtu ka një takim, vizita, kjo letra ka kuptimin takimi. Ose një udhëtim dhe një takim që ka lidhje me një fëmijë, ose një fëmija ka kuptimin e një gjë të re që keni filluar, diçka e re që sapo ka filluar si një flirt, do filloj të marri një rrugë tjetër, një kuptim shumë të bukur dhe me një person të ri mund të keni një takim, pavarësisht se ju jeni akoma të ndikuar tek një person i të kaluarës. Gjithsesi, le të themi, keni pak këmbën në dy këpucë. Okej, mendoni dhe një herë fort për atë personin që zgjodhët. Dhe çfarë do donte ai t'ju thoshte kur të kthehet, çfarë do donte të thoshte. Unë e kuptoj dhe anën tënde të historisë. Do të doja të ndreqa gabimet e mia, se kam bërë shumë gabime, dhe kam frikë se është tepër vonë për të vepruar, është ajo që ju thash. Ai mendon që ok, tash i iku, nuk kam, është shumë i penduar, por që mendon që po të kthej nuk është se do fitonte gjë ose ju nuk do ta prisni. I want to fix it. Do doja ta ndreqa lidhjen tonë. Ky e ka dëshirën për të rikthyer, po ka edhe frikën se
ky rikthimi mos e bën gjërat më keq. Unë mendoj që edhe ju jeni duke menduar të njëjtën gjë, që edhe nëse rikthehet, a do jetë prapë ashtu siç ishte apo do ketë ndryshuar diçka. Edhe me këtë pikpyetje, tash për shumë prej jush mund të ndodhi, ai do rikthehet për shumë prej jush, se për grupin e parë kjo ishte timi, por që shumë prej jush mund të jenë edhe me mendimin që nuk e dua më tani që u kthye, ose do ta kuptojnë që nuk ishte më ai që po prisnin, dhe do fillojnë diçka komplet të re nga e para, ose do kërkojnë diçka të re. Harova, shenjat që janë të përfshira për ju që zgjodhet grupin e parë. Ju kam thënë nëse leximi ju përputhet dhe shenjat zodiakale nuk përputhen, s'ka problem, sepse shenjat mund të jenë edhe ascendentin që ju nuk besoj se ja dini kujto. Shigjetari është i përfshirë, Peshqit, Priciapi dhe Luani, atë përri Demi. Shigjetari, Peshqit, Priciapi, Luani dhe Demi. Kjo ishte për grupin e parë. Le të shkojmë tani te grupi i dytë. Gjejmë gjitha rëmurat e mia. Jemi këtu për ju që zgjodhët grupin e dytë. Mendoheni shumë fort një njeri të cilin keni në mendje, apo të doni të dini ta do të kthehet apo do të ketë diçka serioze, çfarë fati do ketë kjo lidhje nëse do kthehet apo. Thjesht mendoni, shkon të qartë. Tu kemi mbretëresha ku, tu kemi një femër të dashur. O, sa bull kemi këtu sa. O, tani do ta mbyll. Unë këtë do ta mbyll se nuk kam çfarë të them më. Si i ka thënë të gjitha. Okej, për ju që zgjodhet grupin e dytë, këtu ka një dashuri të papar, shumë të bukur. Kemi mbretëreshën e kupave, kemi mbretin e kupave, kemi treshin e kupave. Do të thotë, ky është një çift, këtu ka shumë dashuri mes jush. Treshi i kupave është fantastike sepse është gëzime, festime brenda në shtëpi me miq. Edhe këtu kemi gjashtën e bastunave, që është sukses, është lajm, është rikthim, është një mesazh për të takuar, si ta mund ta përkthejë, domethënë. Është ribashkim. Kjo letra është ribashkim në kuptimin e vërtetë. Po ta shikoni letrën, është një person në kal që kthehet nga lufta, rikthehet me të dashurit e zemrës për të pajtuar. Dhe po ta shikoni këtu është më qartë nuk ka, domethënë nuk s'ka më qartë them sepse letrat flasin vetë. Kjo është mbretëresha e kupave, ky është mbreti i kupave. Të dy janë me shpinë me njëri tjetrin. Ju mund të jeni përkohësisht një moment që nuk flisni ose ka ndodhur diçka me të cilën nuk jeni të paqartë me njëri tjetrin, por që të dy keni në dorë kupat, që janë dashuri, që janë ndjenja, që jeni duke menduar për njëri tjetrin aq shumë, dhe të dy jeni të shqetësuar se çfarë ka këtu. Te kjo çfarë të thoja, te kjo e grupit të dytë lexim është asi ku që më bukur nuk ka se të shpjegohet, se kjo letra ka kuptimin propozim për martesë, propozim për të shkuar të jetoni së bashku. Kjo ka kuptimin e një lidhje të re që fillon nga zero. Nishi është e ardhmja, fillimi. Nishi është edhe fëmia, dashuria, domethënë jo vetëm dashuria që kurorëzohet, por edhe një fëmijë, ardhja e një bebi, një fëmije të re që nuk kupton edhe këto festimet në shtëpi. Nëse shumë prej jush kanë pasur frikën ose shqetësimin se mos këtu ishte një lidhje treshe, po e them sepse është treshi i kupave, mos ishte një person i tretë, unë mendoj që këto janë vetëm frikrat të tuajat, sepse këtu ka dëshuri të pasur nga të gjitha anët. Do të thonë momentalisht kjo duket si diçka që do të ketë një jetë gjatësi, se pastaj po përpiqem të gjej ca fjalë të shtoj, se pastaj më thonë në komente që janë shumë shkurt. Megjithatë, unë them që kjo është një lidhje që ju ka munduar për një kohë të gjatë, ndoshta jeni ndjerë sikur po luftoni vetëm me mullinë të erës, sikur jeni munduar jashtë masë shumë, dhe jeni ndjerë edhe herë pas here, si ta them, ta mbuloj këtë se pastaj më bllokon prap video si herën e parë.
Sigur, ka qenë një tërheqje që ka filluar si tërheqje fizike, që është bërë thjesht si fiksim, në pastaj si fiksim, tash keni kuptuar të dy që nuk rrini dot pa njëri tjetrin. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, se këtu është një dashuri që doni apo s'doni ju, kjo ka të ardhme, domethënë, është një gjë që do jetë shumë më mirë se që kishit imagjinuar ju, domethënë, që ky person ky mendon shumë, ky ka edhe, sa themi, fantazit të tjera, se nuk i them do të gjitha këto, vetëm duke menduar në thënë, dhe pa diskutim që këtu ka këthim, ky të sheh si mbretëreshën e kupave që është ajo figura femërore me të gjitha gjërat e saj tipike, nëna e fëmijëve, dhe jo vetëm si ta them, njeriu që suporton në çdo pikpamje, megjithatë ky shikon edhe si thash, si ajo femra tërheqëse për tipin e tij. Shikojmë këto letrat e tjera. Ja. Tash unë do ta mbyll se s'kam çfarë të them më, se letra lexon vetë, ribashkim. Kjo ka kuptimin ribashkim. Tu ka një takim që me siguri mund të jetë takim që përfundon në shtëpinë e ndonjërit ose tjetrit, ose takim për fundjavë diku larg vetëm ju të dy pa diskutim. Okej. Këtu thotë që së pari, duke shëruar problemet familjare, domethënë mund bëhet fjalë edhe për dy persona të cilët janë tashmë çift, janë në familje, dhe duhet i japin besim njëri tjetrit, trust. Duhet i japin besim njëri tjetrit dhe të ndrejshin problemet që ka momentalisht në familje. Këtu ka ribashkim, edhe duket sikur jeni të bërë për njëri tjetrin, ose jeni njohur që prej shumë kohësh që një jetë të përparme në këtë kuptim. Është një lidhje karmike që doni apo s'doni ju, sa herë do ziheni ju prapë do pajtoheni me këtë person. Do apo s'do ai jeni shumë të lidhur me njëri tjetrin, në këtë sens. Tani, shkoj të pak këtu. Prapë më doli fati. Okej, më doli një lloj si grupi tjetër, kështu që do t'i ribëj, se s'ka mundësi që t'jenë një lloj. Nëse ndonjë nga ju ka qenë me dyshime, për shembull, ta zgjedh grupin e parë apo të zgjedh të dytin, atëherë dëgjoni te grupin e parë, se mos e gjeni veten dhe aty. Shumë mirë. Unë mendoj që e gjitha kjo, ndoshta që ju nuk flisni me njëri tjetrin, ose largësia, ose diçka çfarë ka ndodhur mes jush, ka qenë për fajt të dikujt tjetër. Këtu kemi fasitetin, njerëz, dikush që është i shtirur. Po jo në atë kuptim. Kjo shtirja është edhe një njeri për shembull që vendos një maskë sepse nuk do të tregojë që të do shumë, ose në shpirt ka ndjenja të tjera dhe të tregon të tjera, ose tregohet i ftohtë dhe thotë shiko se mbaroi kjo, nuk dua të flas, dhe ndërkohë po tregohet falso sepse ka akoma ndjenja për ty. Dhe kjo letra këtu që është dekja tregon fundin e një cikli apo të një kapitulli. Mund të ndodhi që ai ka gënjyer dhe ka thënë që shiko se unë nuk kam ndjenja, nuk më intereson kjo lidhje, ose keni qenë ju që keni thënë po jap fund. Por në të vërtetë këtu ka rikthim, këtu ka ribashkim, dhe këtu ka alegreca, si ta them. Kjo letër është pak a shumë si kjo këtu, që janë festime të përbashkëta, domethënë një takim që përfundon në një takim romantik, ose edhe më tej kuptoni vetë, domethënë. Por mos harroni që këtu është edhe një armik, quhet këtu, po jo s'është armik, është një njeri që ju ka zeli, një figurë mashkullore, pa diskutim, që luan një rol të tipit, ose kjo është një figurë mashkullore që transporton fjalë dhe ju ka krijuar një gjendje sherrri apo problematike mes jush, ose ky është një person të cilit, një figurë mashkullore tek i cili ky personi për të cilin ju po shikoni letrën ka dyshime, ose nuk e beson, ose si ta them,
është pak xheloz, le të themi, në një farë mënyre që ka ato dyshimet e tij tek ky personi. Kjo mund të interpretohet edhe kështu, sikur gjithë ky falsitete të ndojturit larg njëri tjetrit nga ju të dy është shkaktuar nga ky personi i tretë. Dhe kjo gjendje merr fund tani. Kjo letra e vdekjes këtu ka kuptimin që kjo çështje këtu merr fund, mbyllet ky kapitull, se fillon një kapitull të ri që të riktheheni përsëri bashkë, të jepni të dyve, domethënë vetes tuaj dhe dikujt tjetër një edhe këtu ka pasur një humbje që ju ka mërzitur shumë, edhe këtu del trishtimi, o pastaj të del një lumturi e papritur. Kjo letra është letra surprizës që është më e bukura. Këtu ka një humbje, sigurisht është shkaktuar nga ky personi, një humbje që ju ka humbur edhe dëshirën për të parë më tutje, si ta them, ose dëshirën për të vazhduar këtë lidhje dhe prandaj keni dhënë fund. Por që këtu është pa diskutim një bashkim i papritur që as ju vetë nuk e kishit menduar. Ca gjëra që edhe do vinë shumë shpejt, sepse kjo gjeshta e pastonave, di pse po mendoj, se ky gjeshta e pastonave që është domethënë fjalë për fjalë në kuptimin e vërtet fjalës letra e ribashkimit. Kjo ka dhe kuptimin që gjëra ndodhin shumë shpejt. Pastonat janë zjarri, janë flaka merr me njëherë, janë gjëra që nuk vonojnë, që kjo mund të jetë diçka që në mars ju pa diskutim merrni një lajm, ky ju shkruan, ju propozon, se edhe kur thot letra propozim, ka kuptimin një lajm, ju shkruan, apo ju telefonon, apo dikush do vihet në kontakt me ju, që shiko se ai personi do të flasë. Çfarë do donte të thoshte ky po të ishte aty? Ua, po më dalin prapë të njëjtat gjëra. Do doja të rregulloj gabimet e mia sot. Je e pazvendësueshme, mënyra se si më do ti nuk mund ta zvendësoj askush tjetër, le të themi. Ndihem sikur një pjesë e imja thot mungon kur nuk je ti, apo kur thash që ato të dy ju jeni duke ndjerë një presion shumë të madh larg njëri tjetrit. Ndjem shumë i kputur për këtë, si ta them, i coptuar për këtë situatë. Edhe këtu ka shumë diferenca, ose ka pasur shumë ndryshime mes nesh. Ndoshta ky edhe ka frikë se çfarë mendojnë të tjerë ose fjalët e tjerëve. Këtu është neglizhenca në fund. Dështova të t'i jepja ty atë që ti kishe nevojë. Unë mendoj që ky ndoshta gjende fjalët e shumë njerëzve të tjerë, të cilët i kanë ditë pak më ndryshe se ju, le të themi. Edhe mendojnë që këtu ka shumë gjëra që nuk përputhen, ose persona të tjerë që i thonë që këtu ka ca diferenca, qoftë fetare, qoftë në para, ka ca diferenca që ju largojnë, dhe ky me i gjon këto largohet, pastaj kthehet prapë, pastaj largohet përsëri. Po unë do të mendoj, do të thoja që ky është shumë i motivuar që të rikthehet, se ka akoma shumë ndjenja këtu. Kjo është një lidhje që nuk ka marrë fund, kjo është një gjë që ju jeni larguar, po me mendjen tek njëri tjetri. Shenjat që janë të përfshira për ata që zgjodhen grupin e dytë. Kemi akrepin, kemi kaforen, kemi luanin, kemi peshoren dhe peshqin. Atë prerja kemi kaforen. Akrepi, kafore, luani, peshore dhe peshqit mund të jenë të përfshira, po se që thash, në qoftë se shenja zodiakale nuk përputhet, por leximi ju përshtatet, atëherë është për ju, dëgjoni leximin. Uroj që t'ju ketë pëlqyer, më lini një like ose më ndiqni. Do filloj që të bëhem aktive edhe në Instagram, do mundohem. Ju faleminderit për çdo koment të bukur, ju dua shumë, kalofshi mirë.